Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani kanë krijuar përmes marrëveshjes së Mekës një mekanizëm të ri të mbrojtjes së ndërsjellë që mund të ndryshojë ekuilibra strategjik në lindjen e mesme. Pakti përcakton se një sulm ndaj cili do prej 3 vendeve do të konsiderohet sulm ndaj të gjithëve, duke i dhënë marrëveshjes një logjik të ngjashme me nenin 5 të NATO-s. Tre shtetet sjellin kapacitete shumë të ndryshme. Arabia Saudite fuqinë financiare dhe energjetike, Turqia industrinë ushtarake dhe një ushtri të fuqishme, ndërsa Pakistani fuqinë ushtarake dhe arsenalin bërthamar. Pas dimensionit ushtarak të marrëveshjes së Mekës, fshihet edhe një interes ekonomik. Arabia Saudite ka kapital dhe burime energjetike, Turqia ka ndërtuar një industri të fuqishme të mbrojtjes, ndërsa Pakistani ka nevojë për investime dhe mbështetje ekonomike. Kështu krijohet një shkëmbim strategjik. Riadi fiton akses te kapacitetet të rëndësishme ushtarake. Pakistani mund përfitojë nga investimet saudite, ndërsa Turqia zgjeron tregjet për industrinë e saj të mbrojtjes. Për këtë arsye, marrëveshja mund zhvillohet në një partneritet që përfshin sigurinë, energjinë, teknologjinë dhe financat, dhe sipas ekspertëve, e njëjta pritet të zgjerohet edhe me vende të tjera të rajonit. Turqia po zgjeron rolin e saj strategjik përtej kufive të drejt për drejt të lindjes së mesme. Më 7 gusht, presidenti Recep Tayyip Erdogan nënshkroi në Mekë së bashku me Mohammed bin Selmanin dhe Shehbaz Sharifin një marrëveshje 3 palëshe të mbrojtjes. Sipas marrëveshjes, një sulm ndaj Turqisë, Arabisë Saudite ose Pakistanit do të konsiderohet sulm ndaj të treve. Pakti i jep Ankaras një rol të drejt për drejt në sigurinë e Gjirit dhe Azisë Jugore. Marrëveshja vjen pas zgjerimit bashkëpunimit ushtarak turko-saudit, përfshirë kontratat për dronë dhe sistemet avancuara të mbrojtjes. Kështu, Turqia nuk është më vetëm furnizuese e armëve për rajonin, por po merr edhe një rol formal në arkitekturën e tij të sigurisë. Në Mekë, të premten e 7 gushtit, 3 burra që përvojsojnë tradita shumë të ndryshme të pushtetit në botën islame vendosen firmat e tyre në një dokument të vetëm, i cili mund të riformësojë në heshtje hartën e sigurisë në lindjen e mesme dhe Azinë Jugore. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, princi i kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Selman dhe kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif nënshkruan atë që tashmë njihet gjithësisht si marrëveshja e përbashkët e mbrojtjes së Mekës. Një marrëveshje 3 palëshe që përcakton se çdo sulm ndaj cili do prej 3 vendeve do të konsiderohet sulm ndaj të treve. Është një fjali e shkurtër me pasoja të gjata. Marrëveshja vjen 5 muaj pas fillimit të një lufte të ndërlikuar mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, një luftë që ka mbyllur rrugët e transportit detar përmes ngushticës së Hormuzit, ka përfshirë Huthit dhe milicit irakiane dhe ka bërë që Shtetet e Gjirit të pyesin hapur nëse ombrella e sigurisë amerikane vazhdon t'i mbulojë ato në të njëjtën mënyrë si më parë. Arabia Saudite ka pësuar sulme të drejtë për drejta. Eksportet e saj të naftës dhe agjenda e zhvillimit vitit 30, shtylla kryesore politike së brendshme të Mohammed bin Selmanit, janë vënë në rrezik gjatë këtij procesi. Prandaj, një klauzole mbrojtjes së ndërsjellë në qytetin më të shenjtë të Islamit nuk është thjesht një gest diplomatik, është një masë sigurie, shkruan Emeti Imani, ambasador i paqes në UNESCO. Paktet 3 palëshe të sigurisë janë mjaft të zakonshme në historinë diplomatike, aqsa shumica e tyre harrohen brenda një dekade. Ajo që e veçon këtë marrëveshje është ajo mbi cilën ndërtohet. Në shtator 2025, Arabia Saudite dhe Pakistani nënshkruan në Riyadh një marrëveshje strategjike të mbrojtjes së ndërsjellë. Një marrëveshje e rëndësishme mbi të gjitha sepse Pakistani është i vetmi shtet me armë bërthamore në botën muslimane dhe pakti përcakton të shprehimisht se çdo agresion ndaj cilit do vend do të konsiderohej agresion ndaj të dyjave. Ky traktat 2 palësh ishte përshkruar tashmë nga analistët si një pikë kthese. Përfshirja e Turqisë nuk e zgjeron thjesht rrethin, ajo ndryshon tërësisht gjeometrinë, duke lidhur një fuqi të Azisë Jugore me kapacitete bërthamore, shtetin arab më të rëndësishëm të Gjirit dhe një antare të NATO-s me ushtrinë e dytë më të madhe në aleancë pas SBA-s, vlerëson Imani. Kjo është hera e parë në epokën moderne që këto 3 qendra specifike të fuqisë në vende me shumicë muslimane, financiare, ushtarake dhe demografike lidhen së bashku përmes një instrumenti të vetëm mbrojtjeje që parashikon reagim kolektiv.
Vetëm kjo e bën momentin një pikë të rëndësishme në arkitekturën rajonale të sigurisë, pavarësisht se si do të testohet apo interpretohet përfundimisht kjo klauzul. Paktet formale të mbrojtjes janë në thelb shprehje besimi që kërkojnë vite për të ndërtuar. Pakistani ka trajnuar dhe këshilluar në heshtje forcat saudite për afro 8 dekada. Turqia dhe Pakistani kanë shkëmbyer anije luftarake dhe avion trajnimi. Turqia dhe Arabia Saudite nga ana tjetër ka përsyer marrëdhëniet e tensionuara përmes tregtisë dhe më vonë përmes marrëveshjeve dypalëshe të sigurisë. Fakti që një klauzul trepalëshe për mbrojtje të ndërsjell mund të arrijë brenda rreth një viti negociatash, sipas zyrtarëve pranë bisedimeve, tregon se sa shpejt nevoja strategjike mund të shkurtojë afatet që historia politike përndryshe do t'i kishte mbajtur të ndara. Për Ankaran, marrëveshja e Mekës është dëshmia më e qartë deri tani se Turqia ka ndaluar së menduari për veten si një aktor rajonal të kufizuar vetëm në fqinjsinë e saj të drejtë për drejtë dhe ka filluar të veprojë si një lidhëse mes rajoneve që rrallë ndërveprojnë drejt për drejt, përfshirë Gjirin dhe Azinë Jugore. Industria turke e mbrojtjes ka bërë pjesën më të madhe të punës përgatitore. Në vitin 2023, Baykar nënshkroi me sauditët atë që drejtori i saj ekzekutiv e quajti kontratën më të madhe të eksportit të mbrojtjes në historinë e Turqisë, një marrëveshje me vlerë miliarda dollar, që përfshinte avionin luftarak pa pilot Akinji, së bashku me linja prodhimi lokal brenda Arabisë Saudite dhe në përputhje me synimin e vizionit 2030 për zhvilluar prodhimin vendas. Pritej që forcat ajrore dhe tetare saudite të integronin plotësisht këtë platformë deri në fund të vitit 2025. Vetëm kjo kontratë bëri më shumë për ndërtimin e besimit mes Ankaras dhe Riyadit se sa një dekadë komunikatash diplomatike. Pakistani ka qenë një partner mbrojtjeje i një natyre tjetër, duke furnizuar Turqinë me personel të trajnuar dhe duke zhvilluar bashkëpunim që daton prej brezash, veçanërisht në fushën detare dhe atë të aviacionit. Armatimet e Turqisë, nga anija aeroplan mbajtëse me dron TCG Anadolu, deri te avioni luftarak i gjeneratës së 5 Kan, aktualisht në zhvillim, e kanë bërë atë një furnizues të besueshëm për të dyja palët. Ajo që shton marrëveshja e Mekës është një shtresë për te i tregtisë. Ankaraja nuk po i shet më vetëm sistemet ushtarake rajonit. Ajo tani po merr zyrtarisht përsipër një pjesë të sigurisë së tij. Por çfarë nënkupton marrëveshja për të ardhmen? Sipas autorit, 3 pasoja bien në sy. E para është parandalimi kolektiv. Një klauzole mbrojtjes së ndërsjell që lidh një shtet me armë bërthamore, një nga shpenzuesit kryesor ushtarak të Gjirit dhe një antare të NATO-s, e ndërlikon llogaritjen e çdo aktori që mendon të ushtrojë presion ose forcë ndaj cilit do prej tyre. Irani është aktori kryesor në këtë drejtim, megjithse Houthit dhe aktorë të tjerë jo shtetëror në Yemen dhe Irak do duhet gjithashtu të marrin parasysh një vit të kuqe shumë më të gjerë. E dyta është stabiliteti institucional. Paktet e mbrojtjes që mbijetojnë kanë tendencë të krijojnë strukturat përhershme, stërvitjet përbashkëta, marrëveshje për shkëmbimin e inteligjencës dhe standarde të ndërveprueshmërisë që mund të zgjasin përtej krizës që i krijoi. E treta është koordinimi afatgjatë. Një kuadër i nënshkruar nga një shtet i Azisë Jugore me armë bërthamore, një monarki e pasur me naftë e Gjirit dhe një shtet i ankoruar në NATO, krijon kanale që me kalimin e kohës mund të shtrihen shumë përtej çështjeve ushtarake, drejt sigurisë energjetike, financimit të ndërtimit dhe koordinimit diplomatik për çështje që variojnë nga Gaza deri te Kashmiri. Asnjë nga këto nuk garanton se marrëveshja do të qëndrojë nën presion real. Klauzolat e mbrojtjes së ndërsjell testohen vetëm kur lufta përhapet realisht. Dhe mënyra se si Riyadi, Ankaraja dhe Islamabadi do t'i interpretonin detyrimet e tyre nëse njëri prej tyre do të sulmojë drejt për drejt, mbetet për momentin e patestuar. Ajo që nuk vihet në dyshim është se 3 nga shtetet më të rëndësishme të botës muslimane kanë vendosur se momenti kërkonte më shumë se sa deklarata solidariteti.
Pas marrëveshjes së Mekës fshihet edhe një dimension ekonomik. Arabia Saudite sjell kapitalin dhe fuqinë energjetike, Turqia teknologjinë dhe industrinë e mbrojtjes, ndërsa Pakistani ofron një ushtri të madhe dhe kapacitete strategjike përfshirë dhe arsenalin bërthamor. Për Islamabadin, afrimi me Riyadhin mund të sjellë investime dhe mbështetje financiare në një kohë kur ekonomia pakistaneze përballet me vështirësi. Në këmbim, Arabia Saudite fiton akses më të madh te kapacitetet ushtarake pakistaneze, ndërsa Turqia zgjeron ndikimin dhe tregjet për industrinë e saj të mbrojtjes. Kjo shndron marrëveshjen nga një pakt thjesht ushtarak në një partneritet me potencial ekonomik dhe diplomatik. Marrëveshja e re mbrojtjes mes Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Turqisë po hap një kapitull të ri në arkitekturën e sigurisë së lindjes së mesme. E nënshkruar në qytetin e shenjtë të Mekës. Marrëveshja përcakton një parim të fuqishëm. Një sulm ndaj njërit prej tre vendeve do të konsiderohet sulm ndaj të gjithëve. Kjo e afron marrëveshjen me logjikën e nenit 5 të NATO-s dhe jep asaj një peshë të madhe strategjike. Megjithatë, mbetet e paqartë se cilat do të jenë konkretisht detyrimet ushtarake të secilit vend në rast të një konflikti. Rëndësia e paktit qëndron edhe te fakti se ai bashkon tre shtete me kapacitete shumë të ndryshme, por plotësuese. Arabia Saudite ka fuqinë financiare dhe peshën energjetike të gjirit. Turqia ka një industri ushtarake gjithnjë më të avancuar dhe një nga ushtritë më të fuqishme të NATO-s, ndërsa Pakistani sjell një ushtri të madhe dhe me përvojë luftarake, por mbi gjitha fuqinë bërthamore. Pikërisht këtu qëndron një nga aspektet më të rëndësishme të marrëveshjes. Pakistani është i vetmi shtet me shumicë muslimane që zotron armë bërthamore. Për vite me radhë, Islamabadi është përpjekur të ruajë një pozicion relativisht të kujdesshëm në konfliktet e lindjes së mesme, duke vepruar edhe si ndërmjetës mes palëve rivale. Por marrëveshja e Mekës tregon se ky pozicion mund të jetë duke ndryshuar. Duke rreshtuar përkrah Mohammed bin Selmanit dhe Recep Tayyip Erdoganit, Pakistani po merr një rol më të drejtë për drejtë në arkitekturën rajonale të sigurisë. Koha kur është nënshkruar marrëveshja nuk është e rastësishme. Rendi tradicional i sigurisë në lindjen e mesme, i mbështetur për dekada nga garancitë amerikane, po përballet me presione të mëdha. Konflikti mes Izraelit, SBA-s dhe Iranit ka ndryshuar ekuilibrat rajonal, ndërsa sulmet dhe pasiguria kanë prekur edhe territorin saudit dhe rrugët kryesore tregtare. Ngushtica e Hormuzit dhe deti i Kuq janë bërë pika kritike të përplasjes strategjike. Çdo ndërprerje e transportit përmes tyre prek jo vetëm vendet e rajonit, por edhe ekonominë globale. Për Arabinë Saudite, kjo ka ngritur një pyetje themelore. Sa e besueshme është garancia amerikane e sigurisë? Për këtë arsye, fuqitë e gjirit po kërkojnë gjithnjë më shumë të ndërtojnë mekanizmat e tyre të sigurisë, në vend që të mbështeten vetëm te fuqitë e jashtme. Ish ambasadori pakistanez Asif Durrani e ka cilësuar marrëveshjen si një nga gurët e parë të një arkitekture të re rajonale të sigurisë, ku vendet e rajonit marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre. Në këtë kuptim, pakti mund të jetë më shumë se sa një marrëveshje ushtarake. Ai mund të jetë një sinjal se lindja e mesme po kërkon një autonomi më të madhe strategjike. Për Pakistanin, siguria lidhet edhe me ekonominë. Megjithatë, pas dimensionit ushtarak, fshihet edhe një interes tjetër i rëndësishëm: ekonomia. Pakistani përballet me probleme të mëdha financiare dhe ka nevojë për investime, kapital dhe mbështetje energjetike. Për Islamabadin, marrëdhëniet më të ngushta me Arabinë Saudite mund të sjellin investime dhe ndihmë financiare, ndërsa Pakistani mund të ofrojë në këmbim kapacitetet e tij ushtarake. Kjo krijon një lloj shkëmbimi strategjik. Arabia Saudite ofron kapitalin, Turqia teknologjinë dhe Pakistani fuqinë ushtarake. Kjo treshe mund të krijojë një partneritet shumë më të fuqishëm se sa një marrëveshje tradicionale të mbrojtjes. Riyadhi përfiton nga një ushtri e madhe dhe me përvojë. Pakistani përfiton nga investimet dhe lidhjet ekonomike me një nga fuqitë kryesore të gjirit, ndërsa Turqia zgjeron tregjet dhe ndikimin e industrisë së saj të mbrojtjes. Prandaj, për Islamabadin, fuqia ushtarake nuk është më vetëm një instrument strategjik. Ajo mund të shndrohet edhe në aset ekonomik dhe diplomatik. Pakti nuk është pa pasoja. Reagimi i Iranit ka qenë kritik.
Teherani e sheh me shqetësim afrimin mes tre vendeve, veçanërisht për shkak të rolit të Pakistanit dhe kapaciteteve të tij bërthamore. Këtu shfaqet dilema më e madhe e Islamabadit. Sa më shumë të përfshihet Pakistani në një arkitekturë sigurie të orientuar drejt gjirit, aq më shumë rrezikon të dëmtojë marrëdhënien e tij me Iranin. Ekspertët flasin për rrezikun e kurthit të përfshirjes, mundësinë që Pakistani të tërhiqet në konflikte që nuk përputhen domosdoshmërisht me interesat e tij kombëtare. Historia tregon se Islamabadi ka qenë i kujdesshëm në këtë drejtim. Në vitin 2015, Parlamenti pakistanez refuzoi pjesëmarrjen në koalicionin udhëhequr nga Arabia Saudite në luftën e Yemenit, pikërisht për shkak të shqetësimeve politike dhe sektare. Pakistani ka gjithashtu një komunitet të madh shiit, prandaj një afrim shumë i fortë me Arabinë Saudite mund të perceptohet brenda vendit si një pozicion anti-iranian dhe të krijojë tensione të reja të brendshme. Apo lind një blok musliman sigurie? Kjo është ndoshta pyetja më e madhe që ngre marrëveshja. A do të mbetet pakti një aleancë mes tre vendeve, apo mund të shndrohet në bërthamën e një mekanizmi më të gjerë të sigurisë për botën muslimane? Disa ish zyrtarë dhe analistë pakistanez kanë sugjeruar se vendet të tjera mund t'i bashkohen në të ardhmen. Nëse kjo ndodh, do të krijojë një strukturë me potencial të jashtëzakonshëm. Kapitali saudit, teknologjia ushtarake turke dhe kapacitetet konvencionale dhe bërthamore të Pakistanit do të kombinoheshin në një platformë të vetme strategjike. Kjo mund të ndryshojë jo vetëm ekuilibrin në lindjen e mesme, por edhe mënyrën se si fuqitë rajonale negociojnë me SBA-n, Izraelin, Iranin dhe njëra tjetrën. Izraeli tashmë po e vëzhgon me shqetësim këtë zhvillim. Për Tel Avivin, një afrim i Turqisë me Pakistanin bërthamor dhe Arabinë Saudite mund të krijojë një realitet të ri strategjik. Pasojat e marrëveshjes nuk kufizon vetëm në lindjen e mesme. Për Pakistanin, partneriteti me Arabinë Saudite dhe Turqinë mund të shërbejë edhe si kundërpesh ndaj Indisë. Riyadhi ka marrëdhënie të fuqishme ekonomike me New Delhin, por marrëveshja e re e vendos Pakistanin në një pozitë më të rëndësishme si partner sigurie për fuqitë e gjirit. Për këtë arsye, analistët indianë po e ndjekin zhvillimin me shqetësim. Kjo do thotë se një marrëveshje e nënshkruar në Mekë mund të ketë pasoja shumë për te i gjirit persik. Në fund, rëndësia e paktit të Mekës nuk qëndron vetëm te numri i trupave, avionëve apo armëve që mund të vendosen në terren. Rëndësia e tij qëndron te mesazhi politik. Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani po tregojnë se janë të gatshme të marrin një rol më të madh në përcaktimin e arkitekturës së sigurisë së rajonit. Për Washingtonin, kjo mund të jetë një mundësi për të ndarë më shumë barrën e sigurisë me aleatët rajonal. Për Iranin, është një zhvillim që mendjet veçantë. Për Izraelin, një aleancë që përfshin Turqinë, Arabinë Saudite dhe një fuqi bërthamore si Pakistani, krijon një realitet të ri strategjik, ndërsa për Indin, ai hap një front të ri në rivalitetin me Pakistanin. Por pyetja kryesore mbetet: a është ky vetëm një pakt i ri mbrojtjeje, apo fillimi i krijimit të një arkitekture të re të sigurisë në botën muslimane? Lufta në Gaza dhe konfliktet në rajon kanë nxitur pikpyetje mbi aftësinë e Washingtonit për garantuar sigurinë e aleatëve të tij në gjirin persik. Prandaj, të tre shtetet më me ndikim në rajonin e lindjes së mesme vendosën të nënshkruajnë një pakt shumë të rëndësishëm në mbrojtje. Mes tjerash, marrëveshja e Mekës ka krijuar një kundërpesh ndaj bashkëpunimit strategjik Izrael-Emirate, duke shkaktuar shqetësim serioz në të dyja këto vende. Sipas gazetarit britanik David Hirst, Izraeli ka kërkuar prej kohësh të ndërtojë një strukturë, në fakt një arkitekturë rajonale sigurie, ku Emiratet e Bashkuara Arabe do të kishin rol qendror, por marrëveshja e Mekës duket të jetë një goditje fatale për këtë. Shërbimet inteligjente nuk i pëlqejnë surprizat, sidomos kur bëhet fjalë për marrëveshje që mund të ndryshojnë ekuilibrat strategjik në lindjen e mesme. Sipas gazetarit britanik David Hirst, marrëveshja e përbashkët e mbrojtjes së Mekës, e nënshkruar më 7 gusht mes Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Turqisë, ishte pikërisht një surprizë e tillë. Sipas Hirst, shërbimet e inteligjencës së Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Izraelit nuk e kishin parashikuar marrëveshjen. Emiratet thuhet se mësuan për të vetëm rreth 2 javë para se të bëhej publike,
kur mundësit për të ndikuar ishin tashmë të kufizuara. Megjithatë, ideja e një bashkëpunimi më të gjerë musliman nuk ishte e re. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan kishte folur prej kohësh për nevojën e krijimit të një aleance muslimane në përgjigje të luftës së Izraelit në Gaza. Ajo që ndryshoi ishte pozicioni i Arabisë Saudite. Mohammed bin Salman i mbajti lëvizjet e Riyadit shumë më të fshehta. Për një kohë, disa prej tyre mund të interpretoheshin si afrim me kampin amerikan dhe izraelit. Por, sipas Hirst, pas luftrave të fundit në Gaza, Liban dhe Iran, Arabia Saudite ka filluar të rishikojë llogaritjet e saj strategjike. Për vite me radhë, një pjesë e elitës saudite të politikës së jashtme e shihte veten si pjesë të kampit perëndimor, por mbështetja amerikane për Izraelin gjatë luftës në Gaza dhe pasiguria rreth aftësisë së Washingtonit për garantuar plotësisht sigurinë e alatëve të tij në Qirin Persik ka ndryshuar perceptimin. Prandaj, pyetja themelore nuk është më vetëm se kush është aleati i Arabisë Saudite, por nëse SBA mund të garantojë ende sigurinë e Qirit në mënyrën që e ka bërë historikisht. Dr. Ahmed Al-Tuwaijiri, ish antar i Këshillit Shura të Arabisë Saudite, argumenton se marrëveshja e Mekës duhet parë pikërisht në këtë kontekst. Sipas tij, besimi te Donald Trumpi dhe te garancitë amerikane është dobësuar dhe marrëveshja mund të shndrohet në një mekanizëm më të gjerë rajonal. Tre vendet që e kanë nënshkruar kanë interesa të ndryshme. Për Pakistanin, marrëveshja lidhet edhe me rivalitetin me Indin. Për Turqinë, ajo lidhet me shqetësimin se antarësimi në NATO nuk është garanci e mjaftueshme përballë gjitha kërcënimeve që Ankaraja percepton në rajon. Për Arabinë Saudite, ndërkohë, përfitimi qëndron te kombinimi kapaciteteve ushtarake, inteligjencës, planifikimi strategjik dhe mundësisë për të krijuar një kapacitet sigurie më pak të varur nga Washingtoni. Dhe pikërisht kjo e bën marrëveshjen shqetësuese për Izraelin dhe për Emiratet e Bashkuara Arabe. Sipas Hirst, Izraeli prej kohësh ka kërkuar të ndërtojë një kundërpeshë ndaj mundësisë së krijimit të një aleance të gjerë muslimane sunite. Në këtë strategji, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë luajtur një rol qendror. Marrëveshjet e Abrahamit e bën bashkëpunimin Izrael-Emirate më të dukshëm, ndërsa lufta me Iranin e thelloi atë. Gjatë sulmeve iraniane ndaj Abu Dhabit, Izraeli vendosi në Emirate sisteme të avancuara mbrojtëse dhe teknologji për zbulimin e dronëve. Për Hirst, kjo nuk duhet parë thjesht si bashkëpunim ushtarak. Sipas tij, bëhet fjalë për përpjekjen për të krijuar një arkitekturë më të gjerë rajonale, ku Izraeli do të ishte në qendër të një korridori strategjik që lidh naftën, gazin, financat dhe teknologjinë nga India deri në Mesdheun Lindor. Në këtë projekt, pesha e qendrave tradicionale arabe të fuqisë do të zvoglohej. Marrëveshja e Mekës në këtë këndvështrim paraqet një kundërpeshë ndaj projektit Emiratet Bashkuara Arabe Izrael. Pasojat e marrëveshjes mund të ndihen edhe brenda vetgjirit. Hirst argumenton se pakti mund thellojë rivalitetin mes Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Dy vendet kanë qenë aleate, por interesat e tyre janë bërë gjithnjë më të ndryshme, veçanërisht në Yemen dhe Sudan. Deklaratat e figurave me ndikim të dy vendeve kanë treguar gjithashtu se dallimet janë bërë më të dukshme. Një akademik emiratas, Abdul Khalik Abdullah, fillimisht pranoi ekzistencën e dallimeve për Yemenin, por më vonë argumentoi se përçarja mes Riyadit dhe Abu Dhabit ishte më e thellë. Pas marrëveshjes së Mekës, ai pyeti publikisht nëse marrëveshja po shndrohej në një aleancë të re dhe nëse po dobësonte bashkëpunimin tradicional të vendeve të Gjirit. Nga ana saudite, përgjigjja ishte se çdo shtet sovran ka të drejtë të ndërtojë marrëveshjet e sigurisë që i konsideron të nevojshme. Kjo tregon një ndryshim të rëndësishëm. Riyadi nuk dëshiron që siguria e tij strategjike të përcaktohet vetëm nga partneritetet tradicionale të Gjirit apo nga Washingtoni. Sipas Hirst, në sfond po përballen dy modele të ndryshme të sigurisë rajonale. Në njërin anë qëndron bloku Emiratet Bashkuara Arabe Izrael, i mbështetur nga teknologjia, inteligjenca dhe fuqia ushtarake izraelite. Në anën tjetër është marrëveshja e Mekës, që bashkon kapacitetet ushtarake të Pakistanit, fuqinë financiare të Arabisë Saudite dhe teknologjinë e Turqisë. Një ish oficer i inteligjencës amerikane, Theodore Singer, argumenton se bloku Emirate Izrael
mund të ofrojë përfitime më konkrete dhe më të menjëhershme, por pakti i Mekës mund të ketë ndikim më të gjerë dhe të jetë më pak transaksional. Këtu hyn në lojë një faktor që hirste konsideron vendimtar: legitimiteti rajonal. Izraeli mund të ketë avantazh të madh teknologjik dhe ushtarak, por Arabia Saudite ka një peshë të veçantë në botën muslimane. Për këtë arsye, marrëveshja e Mekës mund të ketë një element që Aleanca Izrael-Emirate nuk mund të sigurojë vetëm përmes armëve dhe teknologjisë: legitimitetin rajonal. Në fund, hirse sheh marrëveshjen e Mekës jo thjesht si një pakt ushtarak, por si një shenjë të një ndryshimi më të thellë në lindjen e mesme. Luftrat e viteve të fundit kanë dobësuar besimin te garancitë amerikane, ndërsa Izraeli, pavarësisht e përgjithësisë së tij ushtarake, nuk ka ardhur të realizojë gjitha objektivat e tij në Gaza, Liban dhe Iran. Në të njëjtën kohë, pasiguria është rritur në gjirin persik dhe rreth një prej arterëve më të rëndësishme të ekonomisë globale, ngushticës së Hormuzit. Në këtë situatë, pyetja nuk është më vetëm nëse Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani mund të mbrojnë veten. Pyetja është nëse ato mund të ndërtojnë një arkitekturë të re rajonale sigurie që t'u jap shteteve të tjera një alternativë ndaj varësisë nga SBA-ja dhe aleancave të lidhura me Izraelin. Nëse marrëveshja e Mekës mbetet vetëm simbolike, ndikimi i saj do të jetë i kufizuar. Por nëse zgjerohet, nëse Egjipti ose shtetet tjera muslimane i bashkohen dhe bashkëpunimi ushtarak shndrohet në një strukturë qëndrueshme, ajo mund të shënojë fillimin e një ekuilibri të ri. Dhe pikërisht kjo, sipas David Hirst, është ajo që shqetëson më shumë Aleancën Emiratet Bashkuara Arabe Izrael, sepse lindja e mesme mund të jetë duke kaluar nga një rajon që reagon ndaj vendimeve të fuqive të jashtme në një rajon që kërkon të vendosë vetë rregullat e sigurisë së tij. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se marrëveshja e Mekës është e hapur për pjesëmarrjen e vendeve të tjera që kërkojnë paqe, prosperitet dhe stabilitet. Në këtë kuadër, Egjipti shihet si një prej kandidatëve kryesor për t'u bashkuar këtij mekanizmi. Një partneritet mes Turqisë, Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Egjiptit do të krijonte një strukturë të fuqishme që lidh Anadolin, Gadishullin Arabik dhe Azinë Jugore. Edhe pas përfundimit të konfliktit SBA-Iran, pritet që vendet e gjirit të vazhdojnë të kërkojnë partneritete shumë shtresore të mbrojtjes. Nëse ky zgjerim ndodh, marrëveshja e Mekës mund të kalojë nga një pakt trepalësh në një ombrell të re rajonale sigurie, duke i dhënë lindjes së mesme një mekanizëm më të pavarur nga fuqitë e jashtme. Bashkimi i Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite në një ombrell të vetme sigurie përbën një mesazh të fuqishëm geopolitik, jo më pak për shkak të disa fakteve të thjeshta. Ankaraja ka ushtrinë e dytë më të madhe në NATO. Mbretëria e Arabisë Saudite është një nga eksportuesit më të mëdhenj të energjisë në botë, ndërsa Pakistani është e vetmja fuqi bërthamore në botën muslimane. Duke ardhur në një periudhë rikonfigurimi të lindjes së mesme, mes luftës së zgjatur SBA-Iran, marrëveshja e përbashkët e mbrojtjes së Mekës përfaqëson një hap kyç drejt ristrukturimit të sigurisë rajonale. Teksa fuqitë rajonale rivlerësojnë dobësitë nxjerra në pah nga konflikti dhe kërcënimet që mund shfaqen pas tij, trekëndëshi i ri strategjik ka marrë formë. Por, siç është theksuar nga ministri i jashtëm turk Hakan Fidan, marrëveshja e mbrojtjes nuk emërton asnjë armik të përbashkët dhe nuk synon asnjë vend të caktuar. Përkundrazi, marrëveshja është më shumë një sinjal se të trija vendet do të qëndronin së bashku përballë kërcënimeve të përbashkëta të sigurisë dhe do të rivendosnin ekuilibrin në rajon. Dhe ky koncept ka rëndësi në një kohë kur tensionet rajonale të shkaktuara nga lufta SBA-Iran mbeten të pazgjidhura, tregjet e energjisë vazhdojnë përballen me pasiguri dhe përpjekjet diplomatike ende nuk kanë sjellë rezultate të qëndrueshme, shkruan Sabina Siddiq, analiste gjeopolitike. Në ditët në vijim, më shumë vende mund t'i bashkojnë aleancës së Mekës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e ka bërë të qartë se marrëveshja mbetet e hapur për pjesëmarrjen e gjitha vendeve vëllazërore që kërkojnë paqe, prosperitet dhe stabilitet në rajon. Ka gjithashtu sinjale se vendi i radhës që mund t'i bashkohet marrëveshjes është Egjipti, por ideja për një aleancë rajonale të mbrojtjes ka ekzistuar prej kohësh. Në janar të këtij viti, përpara fillimit të luftës me Iranin,
ish kryeministri i Katarit Hamad bin Jasim bin Jaber Al Thani kishte kërkuar krimin e një partneriteti sigurie mes Egjiptit, Arabisë Saudite, Turqisë dhe Pakistanit, duke e përshkruar atë si një nevojë urgjente. Edhe kur lufta mes Washingtonit dhe Teheranit të ketë përfunduar, diversifikimi i partneriteteve të mbrojtjes ka të ngjarë të vazhdoj, pasi me sa duket shtetet e Gjirit kishin nisur të rivlerësonin situatën e tyre edhe përpara fillimit të luftës me Iranin. Megjithse prej vitesh kishin shqyrtuar sigurinë kolektive dhe koordinimin, Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit nuk ishte në gjendje të zbatonte një strategji të qëndrueshme të përbashkët sigurie, edhe pas sulmit izraelit ndaj Katarit në vitin 2025. Pasi përjetuan një kundërpërgjigje të ashpër nga Irani, shtetet e Këshillit të Gjirit ka të ngjarë të shtyhen drejt marrëveshjeve më shumë stresore të sigurisë, pavarësisht garancive të sigurisë nga Washingtoni, pasi ndihen fort nevojën për alternativa rezervë. Në mënyrë domethënëse, Organizata e Vendeve Islamike ka shprehur vlerësim dhe mbështetje për marrëveshjen e Mekës, duke përshkruar atë si një hap të rëndësishëm strategjik që pasqyron angazhimin e të trija vendeve për të forcuar bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar. Si përfundim, megjithse marrëveshja e Mekës nuk mund të zëvendësojë Këshillin e Bashkëpunimit të Gjirit apo partneritete amerikane të sigurisë, ajo mund të ndihmojë në sinkronizimin e shteteve më të vogla që janë strategjikisht të përputhshme, duke i dhënë sigurisë së lindjes së mesme një dimension gjeografik. Kuadri Turqi, Arabi Saudite, Pakistan i ka përcen kufit rajonal, duke krijuar një boshtë Anadol nga Dishulli Arabik, Azi Jugore. Ndërsa mbledh më shumë antar, kjo marrëveshje tripaleshe mund të shndrohet në një platformë më të gjerë sigurie, të zotruar nga vetë rajoni. Parimi i mbrojtjes së ndërsjellë i jep marrëveshjes së Mekës një rëndësi që shkon përtej bashkëpunimit ushtarak konvencional dhe mund të jetë tërheqës për shtete rajonale që përpiqen të krijojnë mekanizma mbrojtëse më të përcaktuara, vendase dhe shumë shtresore. Ishte kjo të ratë të ndëruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish.